Atëherë neve u ngritëm pak vonë sepse Arturi ndëjti me shokun e vet Renatën zgjuar. Ne këto gjëra i kemi marrë në mëngjes, po tani është darkë dhe do t'i hapim këtu gjithë së bashku. Hajde Artur. Këto gjëra na i ka sjellë nëna dhe babai nga fshati. Janë gjëra bio. Dale Artur, ngriu. Arturi e veshi bluzën e re. Qa lexon kjo? Bluzën që bleu nëna Vera dhe është kaq e bukur. Tani do të tregoj çka ka sjellë nëna Drita me babain. Kemi këtë këtu. Po këto normalisht nuk do ta tregojmë sepse është mishi. Se shikon babiadit. Dhe do ta ndajmë dhe po e lëm këtu. Te qesja tjetër çfarë kemi? Keni mua. Trahana. Po balla qesja. Që ta haj Arturi. Është një kek. Është sigurisht termusi Arturi që e kishte haruar dhe unë gjithmonë i thosha kur të nisni gjërat, sillni termusin. Mos e haroni dhe pse Turi bleu një termus të ri, këtë ta ketë për në futboll. Ky mishi është keci që babai theri për ditëlindjen e Arturit, se babai do vinte, por që anulloi në moment të fundit se kishte disa punë. Dhe na i dërgoi. Tani, këtu kemi rush. Tani, kemi dhe një qese tjetër. Një anë. Me speca. Dhe me anë. Era Adi, ti dërgoj mama e arat. Ej, Adi. Po ante mama e arat dhe Adi e pa duke folur në kamer dhe tha po mua mi dërgove arat. Edhe tha jo po s'kam, tha një 2 kisha. Dhe i ka dërguar këto. Tani çfarë kemi tjetër? Si gjithmonë, vezët, por te këto vezët ju e dini që tu ka gjithmonë një vezë që ne i themi si vezë Kinder me një dhuratë. Tani, janë shohim dhuratën e Arturit. Hajde Arturi! Shiko qa ka kësaj radhe. Kjo është e Turit. Dërsa kjo është diçka tjetër. Këtë dhe apë të babit. Dale, hape këtu. Si po qesha një atje. Qa ka këtu? Vezë Kinder i themi. Ka i vezë. Vezë bio dhe qa ka tjetër? Ka dhe i zeqë. Ka dhe një zeqe. Këtë dhe të japim babit. Dale, babi është ratorik. Na, ke një vezë që lexon Adi dhe Jona. Në fakt kjo 100% do përfundoj duart e mia gjithsesi hapet ti. Ha. Apo në... Po marrim dhe neve një vezë Kinder. Dhe me shkrimin 10 cent tënde. Aroje, ti madhemi dhe lekët që punove sot? Qa the, do t'i mbaj për vetëm portofol, se ju i prishni. Më jep mua ti lekët që do punove këto ditë, që ti jap unë 10. Shpejt o jepi lekët. Jepi lekët. Që nuk i jep, pa i mban për vete. Do më japësh lekët. Që si ben, sigur zëgjon. Artur, babi ka punuar punë shtesë, e s'puna jep lekët, që të bëjmë? Ta dhe këtë do i themi babit, që më bëjnë e lojë. Që s'pen sigur së gjonë. Dhe kjo është imja. Se ne ka dërguar nëna. Morëm një pull që s'na bën. Nga duhet një si kë. Nuk është e njëjtë. E po s'bën? Qaj ka bler babi Aleksit? Ua! Ua, u tremre! Qat ka bler babi? Ta ka bler babi ty? Ai, u trem. Me rrë.
Sa i bukur. Futu nena. Ke spia Aleksit. Sa i bleu babi Aleksit. Ka frikë. Herë babi s'kurseve fare për Aleksin. Prit se po... Shku si fut kokën. Ka bler roba për babin dhe do i paketojmë. Tada! Sepse babi sot ka ditëlindje. Atëra, kemi marrë këtë tërleqën bashkë me këto qërinjt, se duke qenë se babi ka ditëlindje, ne jemi vilanosur me torta, apo jo Turi? Dhe do t'i bëjmë një surprizë. E vendosim? Em vendosin. Da, have kështu. Em vendosin dhe shirinkas. Vendosja kështu. Të tërë dhe vëm? Apo 4 cop? Shef se vëm. Sa... Porin që kështë... Po ngulli më fort më rëbir. Ka oj që kam. Shumë bukur. Bravo. Fiksim. Dhe gjithmonë kujtohemi t'i bëjmë videot pasi hipim në ascensor. Dhe tani është ndeshja që është Shqipëria, Arturi do blej Sot 100% do vritet në njerë. një uniformë me flamorin shqiptar dhe do ikim të marrim disa parfume, sepse Arturi me babin po zihen për parfumet. Pse më harxhon, thot Arturi, dhe do marrim dhe disa parfume. Tada! Tu ka plot uniforma dhe ne zgjodhëm këtë me flamur. Hape Turi? Turi do shofi ndeshjen anena dhe ka bler kostumin. Ta gëzor Zëmra Mamet. Ta vesh është deri tani? Që nga kas... Qa është? U fifa. Ka dhe tutat, po tutat Turi nuk do t'i vesh shitha. Ta gëzor Zëmra. Da na i trego qik dhe tutat. Shumë të bukura. Ti gëzor Zëmër. Edhe sa marrë të më mëshimë të Destinacioni i Gjiros Aleksit. Qa bën mo Aleksi aty? Qa bën aty? Qa po bëm? Qa? Po ti e bërë Spider-Man i shpis, more? Qa bën? Qa? O Aleksi, ngrot bask ne? Por i bask ngrot. Aleksi, në ma dolen e vogël.
Aleksi, ta po bëm? Sot kush po më bën kafe në mua? Jo, kush tha? Ti the jo, Altini tha, ta bëj unë, tha. O zot, sa të mirë. O yje. Të beft të mirë. Ndale? Të beft të mirë. Na, se në më rëshasë. Faleminderit. Atëre, unë thash që ne kaj shumë. Domate mollë kemi këtu. Tu kemi disa kogra shek. Dhe ja 2 çokolata. Me qëra fjala. Këto janë çokolatat e mia të preferuara. Dhe thash ne gjithë këto domate, ku i ka gjetë plaka hime? I kishte bler dhe i solli këtu. Ja, gjithë ato. Nuk ka si dashuria nënës. Gjithmonë mendon për fëmijët. Apo jo, Turi? Derisa këtu tani i ka sjell nëna tjetër nga Starova. Na kanë mbushur gjyshet plot sot. Injorojeni atë jorganin e holl, sepse unë po lexoja dhe isha mbështjellë në të ngrohtë, sepse koha sot është shi. Të ndihmoj mami. Ja, dhe erdhi dhe kurioz i vogël. Tani erdhën këto gjërat që mi hapa. Dhe çfarë na ka sjellë do i tregojmë këtu sepse për ne fakti që na i sillin gjyshet janë aq të shtrenjta. I vëm këto Janë duart e tyre. Edhe e ndim. Ka ta ndje ta ndim. Ta ngrej këtu. Zot që ka ngrej baba jot që ka sjell. Si fillim keku i preferuar e Arturit. Jo, që. Si ka qyra këtu e në qetë. Era që dëgjoni. Ka një ndryshim të madh mes gjërave që sjellin. Sa hapën kutitin ju beton vinte era qep, vjen era speca ose çfarë mund të jenë me gjërat që ne blejmë këtu. Dhe prandaj ne themi që janë bio. Aloe vera, se që ka sjell. Atëherë, Për pak, shikoj që kështë pas ka sjell. shek, edhe në Adrita, ashtu si në Navera, ka menduar për shek. Si gjithmonë. Ape këtë që të shoh që vezën time personale. Vezët Kinder, që ne vezëve i themi Kinder. Po do bëj këtë vezë dhe do do hash që kepën tim preferuar. Po e shpjellon qesën, dalet të shohin ku është Kinderi në gjithë to vezë fshati. Një sekond. Ne do gjejmë vezën Kinder. Është ajo me shkrim. Apo, se do ta gjej vetë. Do ta gjesh vetë. Okej, vazhdo. Ja, tash ishe era speskës, ku e ndjeja, pa u hap kutia. Turi, se radhe kështë shpejt babajem në Turi. Po vezë normale. Apo është nga i vjeçë. Tregoj te kamera dhe vezëm. Vezëm shati, sepse Arturi konsumon, në mëngjes nuk janë këto avokado, çfarë konsumojnë, jo, Arturi nuk i konsumon këto, po konsumon gjithmonë vezë bio. Beter flokat e kam su nëna. Atëre. E mori vezën Kinder. Po i ki unë të ashtë që këtë kekun. Duhet pik edhe që mund të presës? Se është kështu me karton, se kam gërë. Po si do të presësh? Hapet. Nuk e ke të ndarë, ke si torë të duhet të verë. Në të bëjmë. Iske se hapet. Vazhdo me unboxing. Vazhdo. Atëre. Këtu janë qep të njoma, lakra. Mos i çudisni, po unë mbaroj për aromën e qepës.
speca bio, wow. A mirë era speca pa hap kutia. Shqipëri vetë qa keku që është, vetëm qa. Ky është keku bler, normalisht, kuptohet, po këto janë bio. Sheg. Kemi shegët, vajin e ullirit, një bidon me udhim dhe tjetra. Rozmarin. Zot çfarë arome. Rozmarin që nëna tha, wow, kujtova momentin e fundit, sepse unë ja kisha lënë porosi. Rozmarin dhe këtu. O, zot çfarë. Primer dhe Aleksi aromë. Shegët. Pas ka sheg edhe poshtë kutis. Sheg. Shiko, gjyshi im, babai që unë ne kemi thënë, më duket e mbaj mend si histori që thoshte shegët i varte dhe nuk prisheshin, nuk e di se si e bënte. Sa bukur është i varesh në fakt. Nuk e di se si e bënte, mund të më komentoni këtu, sepse unë mbaroj për gjërat vaj ullirit, o zot. Edhe ngjyra ndryshon të vaj bio. Udhim. Dhe si gjithmonë nuk mund të mungoj, të nuk kam plan në asnjë mënyrë ta hap tani, sepse e para që nga koma e ngrirë dhe e dyta, unë gjithmonë e ndaj dhe e lë në ngrirje, e ndaj në përqese po. Zot. Dhe mishi që dërgon gjithmonë nëna dhe babai. Këto ishin gjërat që gjyshrit sollën, si mami im edhe mami tjetërimi pashtu. Jam shumë e bekuar që rrethohem nga prindrit e mi, sidomos nëna njerëzve një vend, nuk di çfarë të them tani se nuk kam fjalë. Dashuria e nënës nuk përshkruhet me fjalë, se unë jam dhe nën vet, por që jam e lumtur që Zoti më ka zgjedhur pikërisht mua të kem nënën afër dhe jam shumë e lumtur për këtë. Nuk e di. Lum ju që i keni, lum unë po ashtu që e kam nënën e jetën time dhe e paça sa malet, sepse jo çdo kush e ka, dua një prindit sa i keni, sepse ndonjëherë puna, rutina na bën që ne t'i harrojmë dhe unë këtu do t'ja them sepse plaka ime gjithmonë i sheh videot e mia dhe unë do ja them publikisht, i kërkoj shumë ndjes, sepse ndonjëherë harrojmë dhe t'i telefonojmë, por që e dua shumë. Sepse di shumë mirë që ajo dhe një kokërshe kur e ha, thot të ishte jona këtu. Mbaj mend në periudhën e Covidit, unë e kisha mbush shtëpinë full, plot. Dhe ajo blinte lule shtryle dhe thoshte të ishte turi dhe jona t'i hante, por që unë zgjodha që periudhën e Covidit ta kaloja në shtëpinë time, sepse ta Adi ishte jashtë dhe unë doja të isha aty kur Adi më la, në shtëpinë tonë. Dhe gjithmonë ajo mendonte dhe thoshte aty ishte jona këtu. Sa herë që han diçka mendojmë për neve, e kanë mendjen vetëm te ne, siç e kam unë mendjen te Arturi dhe kur flej shumë çdo sekond, lum kush i ka, duajini sa i keni, se pastaj është e për mua. Kështu, dhe unë jam shumë e bekuar. Kaq. Aleksi është fute kutia dhe do ja tregoj tani. O voglush. O voglush. Adi, lexo ka dhe Adi te kutia. Gjërat që na kanë sjell. Do me thënë, 2 gjyshet e kanë mbush plot sot. Aleksi, tu eksploru. Aleksi, unë hoqa tripodin, sepse e mbylla videon tani të përmbaj telefonin në dorë. Aleksi, tani tu eksploru, mos ka në një kokra ose konservë për vete. Por jo, Aleksi, ke këtu të tasi dhe akoma si ke ngrënë.
Po pim kafen të dy bashkë sot, apo jo? Tada! Pancakes in the morning because you expect to get up at 3 a.m. for this. Oh, no. Arturi po bën një tastier. Është e çuditshme sepse Arturi nuk e lë mamin fare që ta ndihmoj. Mami gjithmonë ka bërë piktura për shokët e Arturit, ndërsa për Arturi gjithmonë i bën vetë. Peskus dhe ma të lejtë. Fëmijët dolën për Halloween, jam shkalafitur dhe Arturi ka marrë Ka 5 drita të ndryshme kjo. Arturi është fiksuar te kjo çokoladë Dubai dhe do i bëj një unboxing agrio nga lekët të kësaj gjë. Kaq të vogël dhe kaq të shtrenjtë. Jam djali jotë, çfarë? Djali jota. Djali ju. Dhe këtu kena tastierën, e kena game, edhe është me gjysmë mekanike, se s'disha me bërë shumë mekanike, edhe është për letra gaming, është me leda, edhe tani do të hapë të tastierën, që është për letra gaming me drita dhe tastier. Air offers. O lol, qa tastier. Një tastier që nuk e shef as edhe në televizion. Qo tast, usa e rënë që usa e rënë. Sa luks. Ndërkohë Aleksi i adhuron kutit. Bli lodra, ne harxho lek me lodra për Aleksin. Hell no. Bëra atë mas petin si fillim. Do t'i rregulloj gjitha. Si fillim. Këtu kena laptopin. Që e hapim. Këtu. Bëka zhurëm? Është mekanik. Wow. Sa e bukur. Nëse ti ku ndryshon dhe një. Po bëre çika të jash që tha mame. Pse se mban kështu ti drejt? Sa ashtu duket? është moda. Është moda. E di po më pëlqej ka dhe mua të mërsi shumë. Po që goxha e shtrenjtë. Prisëm tani një sekund, se më falni, po kam harruar si ndrohen. Ose ka vetëm adën kjo dhe nuk shumë. Ta gëzosh jeta ime. Fëllëmë. Lale. Setupi im me drita ndezur dhe kjo setupi im me drita fikur. Ti gëzosh, zëmër. Ja ku që kur vjen pingu. Të duen e ca drita LED për dhomën. Ja, o zot, qallurimi. Ndërko Aleksi, që i pas... Isi olla që të ma prishe setupin. A dhe mi loj. Me qanë. Ja, jena këtu në loj. Po zjet Aleksi tani me Arturi. Këtu në loj. Unë jam që të ma njës një frendër është më kanë qerin. Bed. Opa.
Po. Tastier këtu. Për zoli me tastier Arturi. Tani e në loj. Blim dhe i Dubai chocolate me këtë tastierën që shkon O zot. chocolate. Pish kur dalë gjyja e jeshile. Ja. Është një jeshile. Pse bagazhurëm kjo karidja rrotulluese? Ndaj që të shohim shumë bëllë. Po pse peshon 100 kg? Pse do vi jeshile. Për që është e verdhe. Ja. Po bëj që. E tani le të hapim të bëj. Na jep çik për shtypjet. Që latin. Kam grënë dhe njërë parë, për kam shumë pa grënë. Ja dhe Aleksi normalisht. I gjere. Kësha bëjmë këti që tik. Mos mi bej Aleksit ashtu, se di që të bëja? Fiksimi Aleksit. Dhe i jap një sugjerim. Jam vërtet realisht shumë të mira, ky lloj versioni. A ti bë një asmir, ajde afro. Jo, zemra vogël o jetë. Që ka ky tjetri? Sho, fiksimi Aleksit e hipi aty. Lër të hipi një, e kam Se preku. Më ditë këtë tasirë. Të se shumë mirë. Hambe të shi. Dhe dhe një pse e marrë në këtë tasirë që janë pak më të vogla. E vogël, po. Manit na i këputi. Po bra. Është shumë e bukur. Me thënë, ky version ishte më i shtrenjti. Po. Ma tjeta i... Filmin aktual nuk e them. Diku të 30 minutë. Mua më pëlqyen këta. Sepse edhe i me motor i ka një palë si këto dhe unë do t'i marrë. Ja, i blem dhe atletat. Të pëlqejnë Turi? Jam vërtet shumë bukura. Ua, duke sikur tha mam vogëlus. Qa me zemra ime? Shpejt luaj me Aleksin. Kombinohen edhe me shpinë e Aleksit. Jam vërtet shumë bukura, ja dhuroj. Që ta mendosh që unë nuk i kam fiksim fare atletat dhe këto më pëlqyen shumë. Po fiksim të astira të tjetë. Kështu edhe unë dhe i me motor do jemi të dyja njësoj meqi. Dhe sa Arturi s'dash ka video sot. Po kënaqesh? Shplove, u relaksove. Karamelet që Arturi mori për Halloween. Sa gëzojnë fëmijët. Kupa plot me karamele, këtej, Arturi jo, gëzon. Dhe janë karamelet Halloweenit. Arturi bleu dhe këtë maskën,
është ky personazh i Casa del Papel, sepse nuk e donte këtë vit një mas të frikshme. Dhe kjo na u duk pak më e përshtatshme. Kjo ishte një video që kemi filmuar nga data 1 tetor deri tani në datë në fund të muajit. Dhe unë do t'ju bëj një unboxing shumë të vogël se çfarë gjërash blem kur dolëm dje. Turi mori këtë bluzën, me Sonic. Dhe është shumë e bukur, po mendoj dhe unë t'ja marr xhiro dhe t'ja vesh një herë. Është sinqerisht shumë e bukur. Mora këtë deodoranti, nuk e di pse jam fiksuar te këto me kukulla. Qa erë, si era huba nga ato karamelet. Mora këtë. Mora një buskush, nuk e di 800 lekë ishte, me gjyrë njut, që mora dhe lapsin për këtë buskush, më ishte lëpsi se sa buskushi, po nese. Buskushi bëri 800 lekë, lapsi bëri 4000 lekë. Dhe mora po ashtu këtë kafin, mora 2 lapsa. Kjo është gjëja më e bukur se çka mora. Mora këtë kapse me këtë personazhin te SpongeBobi dhe është ky personazhi që është në evrik. Shitem gjithmonë. Dhe s'mu të mungonte një kapse me Stitchin. Këta të dyja. Një manikyr dhe ky ishte goxha i lirë 500 lekë. Dhe ja çeto. Turi mori pasi dolëm nga Kuvajt, harova, te qendra tregtare. Turi mori dhe këtë librin Princi i lumtur, sepse Arturi po lexon librat klasik dhe do t'i bëj një koleksion dhe i ka me shumë dëshirë dhe mori Princin e lumtur. Ju thash në mes të videos që ne morëm disa parfume. Morëm këto vajorët, ne i marrim tek mami shokut Arturit. Është një për babi. Ky është i lirë shiturit. Qa e mirë. Por nuk po e hap këtë se nuk po hap kam dot. Dhe tu ju tregoj çfarë dhuratë mori babi. Kjo dhuratë e babit, por që unë do ta bëj shpejt. Janë këto versionin parfumeve arab. Gjithmonë më kishte lidhur ajo që nuk i marr sepse janë shumë të rëndë. Por që kote fundit kam dyshuar mendim dhe do t'i bëj një unboxing dhe më besoni janë super. Ka dhe të rëndë, të lehtë, mund të shtatesh. Babi e mori dhurat, është dhe kjo që është origjinale dhe është i Latafës. Unë s'marrë shumë, duhet them të drejtën. Kjo është dhurata që babi t'i bën, jo nga neve. Dhe është një kryevepër. Si japet? Thash më s'marrësh. Vetëm kutia duket shumë luks. Shifeni. Është edhe katalogu. Me gjithë vullat, me gjitha që është origjinal. Dhe kaloj këtej. Wow, si qëtë. Më gjërë që këzëri, se është jemi në prak virozash. Wow, është perfekt. Dhe ka një aromë goxha të lehtë të këndshme. Sinqerisht, unë parfumet e djeme nuk i pëlqej fare. Më krijojnë atë, më merren mend, nuk e di më përzihet, por kjo ka një aromë. Wow, shumë. Dhe kur e shikon është goxha luks, sinqerisht. Katalogu i gjithë parfumeve dhe më besoni me këtë paketim duke të që Lena për aromës po flas fare, thjesht sugjeroj vini. Wow, është super. Dhe kam ndryshuar sinqerisht mendim për këto parfumet. Ky është Latafës. Tani 100% do filloj dhe unë t'i përdor. Wow. S'kam të ngopur duke e parë. Është kaq i bukur.
Dhe unë e kaq po e mbyll video. Kjo është video duke qenë se ka qenë një muaj goxha i ngjeshur dhe unë jam përpjekur të filmoj pak e nga park. Unë po e mbyll video. Faleminderit që qëndruat me neve. Përqafim me gjithëve. Bye bye.